Cristiano Aslani luajti në finalen e Champions League. Mund bëhet shumë qefi, kam shkruajt edhe Cristianit, kam shkruajt pavarësisht. Pash një status tënd, një koment të një status. Po, jo, po unë edhe Cristianit kam shkruajt. E shkruajte. Personalisht që pavarësisht rezultatit. Ai do të jetë krenar sepse për herë të parë një shqiptar mbrin në 2 finale të Champions League. Ke e dyta dhe luajti për më. Që do të thotë që është një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe e Shqipërisë. Vje kishte e kishte po gati dhe flamurin, e kishte prindit e vet ishin me flamurin në stadium, familja vet. Me flamurin ku ishe zi? Po sigurisht që Kristiani është nga Elbasani me origjinë, familja e tij ka jetuar në Elbasan, ai ka lindur në Elbasan, kështu që flasim për njerëz të lidhur me atë tyre, të lidhur me ngjyrat e vendit të tyre. Po kur mori atë të vendit dytë, nuk ishte flamur. Okej, po vendi dytë pastaj nuk mendon njëri këto gjëra. Okej. Tani një pyetje. Ore, pse se futë Ernest Muçin ai? Tani na thuaj fjalë këtu mos u driblon. Dgjoj, të shpjegoj një gjë. Po ta kem unë informacionin e bëj me 18. Unë s'di ta ndaj këtë punë. Me 18? Po ta kisha unë. 11 janë ata. Po Muçi mendoj që është një nga talentet më të mëdha që ka futbolli shqiptar. Po, e çuditshmja është që nuk e di se pse nuk di ku ta mçevin Muçin dhe kanë se vjedhë me qesh. E kanë vënë edhe ke lista me sfushorëve. Muçi është sulmues. Po pra, po, bravo. Se fut aty. Se s'di ku ta mçevin. Ka një problem. Se tani i bi. Ka një problem. E kanë fut aty që mos thonë që Shqipëria ka besfushora i sa sulmues. Po nuk ka i sulmues se di gjithë një. Ka një problem kombëtare me Muçin. Se di, ndoshta jo është një shihet e trajnerit, të themi gjë. Shihet e trajnerit? Po, trajneri mendon kështu. Sikur ngeli ajo shija kështu si sallat. Tani dëgjoj. Sallat ruse. Ajo që di të them është trajneri është ai që vendos. Ai është njeriu më i rëndësishëm që kemi për drejtimin e skuadrës. Dhe për mendimin tim në këtë çast, Shqipëria ka trajner më të mirë në botë. Se ky është trajneri më i mirë në botë, ai që kemi ne sot. Tani flamuri më i mirë në botë, trajneri më i mirë në botë. Jo, trajneri më i mirë, jo, për mua futbollisti më i mirë në botë është Cristiano Aslani xhelos për Shqipërinë. Unë për mua, mos po them që është për gjithë dynjan, unë nuk e se jap mendim, unë nuk e se jam ajo statistika e Universitetit të Massachusetts që thuhet që 63% mendoj kështu. Unë mendoj që neve kemi Silvinion, që është një super trajner që na çon evropian. Tani pastaj këta që kanë fituar, këta shqiptarët, bashkëdhetarët e mi dhe tut që janë fitues në të gjitha fushat e jetës edhe në çdo vend janë në vend parë gjithë, edhe hajde na zgënjeu ky që na qiti vend dytë. Po tani Shqipëria shkon evropian. Berat Gjimshiti është kapiten, po është lider? Është lider, i vërtet, po padyshim. Si Loricana? Si Loricana është vetëm Loricana. Dhe vetëm ai Loricana i atërshëm, jo i të ky tanishëm. Po jo, ky tani s'më kupton, ishte lider varet nga natyra. Loriu flet më shumë, ka qenë më motivator, më karikus. Më inspirues. Po, më inspirues, po. Tani, bashortën ky Berat Gjimshiti ka serbe. Po me këto janë budalliqe, tani janë familje, nuk i ka 100% serbe. Sa 100%? Varja. Sa përqind është? Me këtë bëj tifozlik ajo. Po sigurisht me burrën vetë burr kotën. Me Shqipërinë? Po sigurisht. Pra Mikona tha me Serbi do bëje. Po tani do bënte me Greqinë? Kur luajti Shqipëria me Greqinë? Tami do bënte me Shqipërinë dhe jam shqiptar tha. Tami tha jam shqiptar tha. Tami vazhdo ta kërkoj çfarë, po do ta gjej një ditë. Replika. Megjithatë e morë vesh kë kishte baba biologjik? E morë vesh? Koço Qendro, aktori i Korçës, ai që Alex Zinca, nëse të kujtohet, është babai biologjik i Tami Konës, se zbuloi këtu për para publikisht. Çfarë thore? Po. Ky ai është babai im biologjik. Okej. Bëhet shumë qefi. Okej, e kuptova. Kemi në kështu nga Yasir Hasani pritshmëri? Po kemi nga të gjithë, mos i marrim të gjithë një nga një. Okej, foto tjetër. Kemi të gjithë. Tani këtu tani, te serbët tani. Ky trajner unë më mend futbollist ka qenë shumë i mirë si futbollist. Po. Shumë i mirë. Dragan Stojkovic, ha? Po, shumë i mirë. Ka luajtur me Olimpikun mos Po. Ka qenë atëherë që se thonë gjithë tani që Olimpik Marseille fitoi Champions League, Olimpik Marseille ja hoqën Champions League. Nuk e fitoi. E fitoi fush, po trofeun se mori. Ja hoqën. Po. E dënu. Tani, nga kush kemi më shumë frikë? Nga kush duhet kemi më shumë frikë? Kush është futbollisti më i mirë këtu? Se vetëm nga një klas grup njerëz që kanë frikë, nga Zjarfiksit. Këta që du me shujt pasionin nga asnjë nga këta, nga asnjëri. S'ke frikë fare nga Dusan Vlahović? Pas një nga asnjë. Po më mirë për blindesh, po Berati është me Atalantën ka luajtur më mirë se sa ai, edhe është më lart në klasifikim se ai. Çfarë do të themi? Është Atalanta më mirë. Përgjigje më shumë. Trofeun e fundit italian Kupave të Evropës, trofeun e fundit Kupave të Evropës të italianëve, trofeun e fundit e ka ngritur Berat Gjimshiti, se ka ngritur Vlahović. Tani
me fort drejt tani. Ai ka karakter të keq, ai do kesh probleme në fushë, ky Vlahović. Po unë ke shoqëri me babajin e vet, ke e ke. Jo, e kam parë me Juve që u kthe edhe tifozave. Inshallah do zoti në minutën e 5 bën një veprim idiot edhe del për jashtë të kuqe. Kjo ishte bukur. Po Pavlović ke kështu? Nuk du me mos më merr këto fare se nuk ta them edhe herë, vetëm një gjë kam problem. Vetëm ta që duan me shujt zjarrin e tifozëve. Ku do shikosh ndeshjen ti? Po se di ku do shikoj, ndoshta do shikoj edhe në televizor. Besoj që me shumë qejf kam bërë. Tansha Hoxha do shikoj ndeshjen në televizor dhe nuk do shikosh në stadium? Pse çfarë do shikoj? Më një lloj është. Ja, në vitet e 80 unë tifoz modest, më them, kur e shikonin ndeshjen në televizor, Dinamo, isha tifoz në Dinamo, thoshte që nuk quhet, duhet ta shikojmë në stadium. Jo, quhet. Se këtu e shef me 10 pamje, e shef kneja ne nga me përsëritje, është shumë bukur. Tansha Hoxha, ndeshjen me Serbin do ta shikoj në televizor si shumica e shqiptarëve. Po, foto tjetër, ky skandal. Kush e ta? Okej. Ky këtu kur jemi me ne. Po. Se shumë foto vjetër, është ky Branislav Ivanović akoma. Po, është një foto do një nga kombëtarët se aty është Jović. Po fare me çfarë gjithë fotografia më hajt bëjmë ne pyetje pa fotografi se do më duhet të jam në studia e Mand Shkullakut. Aty të Gent Shkullakut. Po mirë, Gendi është ja, ti mbarojmë fotot se ka foto tjetër duhet kombëtare e Shqipërisë. Unë jo, prit pak, këtu ndalo këtu tani mos tani ka marrë malli të komentosh bashkë me këta? Më shijon që i shoh që komentojnë akoma në televizor dhe më pëlqen njëkohësisht. Të shpjegoj një, e kam bërë shumë vjet të punë, e kam bërë 34 vjet. Dhe shumë që të marrë malli, dhe shumë që të thesh mbrapa. Apo mendon që kam gabim. Kështu që realisht po ta them. Tani presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha në një takim kombëtarës Stojković, i tha, shkon në Shqipëri dhe fito. Duaj koment. Se është kjo pjesë e portalit tani që do të më gjetë se s'bën e gjë me fryk. Ishte një miting për një event, nuk di çfarë event ishte nga ato që bëjnë në një qytet X. Dhe ky presidenti i Kosovës ishte presidenti i Serbisë ishte në një nga ato mitinge që flasin dër për punët e veta dhe ndërkohë diku mes popullit dhe shikon dhe këtë trajnjen. Ai thotë, ti thotë se ke ndeshje në Shqipëri, thotë, shko fito atë ndeshjen, kaq. Jo e kariko, jo shkoj tha kështu, nuk i tha asgjë. E pa aty. Po është ashtu, është edhe me video, po duhet ta shikosh, Google e video dhe gjë. Si ishte, ai ishte kështu video. Apo gënjeun? Jo, ne lajmin e kemi marrë sikur kishte takim me ekipin. Po e video, po them shikoj, është video. Nuk ka qenë po është në internet, do ta gjejmë në video. Është një video në internet ku ai burri është në një miting dhe e sheh atë atje dhe për të marrë protagonizëm vetë që thotë që kush vjen mu këtu edhe trajneri i ekipit kombëtar, tha këtë batutën. Po çfarë më kot bullolliqe. Okej, foto tjetër. Kjo është kështu, aq e bukur, më pëlqen shumë. Shumë, po. Kush e ka bërë këtë foto? Genti më duket. Jo, gjithë me kufje. S'është jo, kjo ka qenë skuadra që komentuam kampionatin evropian që bëm evropian në 2016. Kur mbaruat bot fond. Nga ana mediatike ka qenë, jo, kjo është para se të po. Kjo ka qenë një nga po them realisht një nga eventet nga ana televizive, sigurisht skuadra e tifozëve padyshim e gjë më e bukur, po nga ana televizive për kohën ka qenë eventi më mirë i organizuar ndonjëherë, sidomos nga ana teknike. Për kemi pas lidhje direkte nga çdo cepi i asaj pjesës së evropianit në Francë, në çdo vend kemi pas lidhje direkte, në çdo stadium kemi pas 3-4 lidhje direkte në të njëjtën kohë paralel, gjë e cila për shumë njerëz sot duket normale, por në atë kohë ishte e pamundur gati. Kështu kemi bërë një realisht ka qenë kjo është skuadra më e mirë që ka qenë mediatikisht përsa i përket. Ka vlerësuar më shumë nga këta. Po të gjithë nuk du me vlerësua asnjërin. Se ke qef. Po jo, nuk du me vlerësua asnjërin sepse realisht janë gjithë ka qenë një top team që bëri realisht sukses. Po që bëri sukses dhe histori në pjesën mediatike, po ishin kohët, shpesh skuadrat e mira i prodhojnë kohërat. Kohërat e mira. Ishte koha dashuria shumë e madhe, kualifikimi i parë i Shqipërisë, Digital ishte në momentin e vet më të mirë historik, kështu që pastaj gjërat sigurisht që gjithë do marrin merit, sigurisht i bëm ne, por nuk është se i bëm ne, i bëri koha dhe ne ishim në atë kohë duke dhënë aftësitë tona profesionale për të mbërritur. Okej, foto tjetër. Tu atje je. Në Evropian je këtu. Po. Me çimundshëm.
Nuk jam në Evropian me Qimuçin. Nuk je në Evropian këtu? Pse kam përshtypjen? Tu është kur Barcelona fitoi Champions League përballë Arsenalit. Kemi qenë të vegjël. Ishte i vogël këtë. Po, ka një jetë kjo. Kjo gjë, shumë kohë. Barcelona me në mos gaboj, po 2006-ën. Ja, është muri i Barcelonës aty. Finale 2006 është finale 2006 Barcelona-Arsenal, fitoi Barcelona me rezultatin 2-1 në mos gaboj. Foto tjetër? E njëta? Sat, që e ke Sat? Ku i ke gjetur këto? Sat Plusi. Po, Sat Plus. Ku i kam gjetur këto? Po kam arkivun. Si? Okej. Shako Hoxha ke 34 vjetë, më s'kem fotot e tua? Unë si kam për shumë, unë të se di që e kam. Ti ja punore, unë si kam për ti futu në gjep. Ja, prandaj kam. E që muqa... Po mi këtë s'kuptoju nani, ky francezi u filmon ju? Se kanë dyshu kohët, se shumë kanë dyshu kohët, të të shpegoj një gjë. Neve për të bërë 10 minuta live nga stadiumi, pagonim $2,000. Pagonim $2,000 dhe orari që kishim ne, për dalë, ishte në 6 pa i qerek. Ndeshja fillon në orën 9. Dhe ne regjistroheshim lajmet me sigël, sikur ishim live. Sikur ishim live? Pas ke gënjër poplin? Ja, zbukuruar. Dritan Shako Hoxha nuk gënjen po zbukuron. Ai titulli i filmit vitet 80. Egjiptian, po. Egjiptian. Kështu që du të them, ne bërim të lidhje direkte. Këtu ka qenë një histori shumë e bukur se unë të udhëtimet atëherë në Klani bëshim me Qimuçin, po dhe me drejtorin e marketingut të asaj kohe Eptan Lohja. Eptani. Po, që ishim shumë miq bashkë. Domethënë aktori të filmin në shtëpi. Kur kam arrit këtu poshtë. Po. Ky stadiumi, Stade de France, është aq i lartë sipër, se i jep 40. Edhe kur kam arrit këtu poshtë, sa kam arrit 10 minuta pas të bëj intervista, i them Eptanit, e di që kam gabuar, thash, po kam harru atë logon e mikrofonit sipër atje. Dhe ti e di si funksionon televizori, që nuk është se thot njëri si e harrove, po ai vetëm shoh vetëm njëri që fshu ikën me vrap, hypën 10 shkallë dhe vetëm vjen, ma udh atë dhe Eptani do të jeti shtring këtu përpara, se s'ka qenë duke marrë frym. Po, për duke hyrë sipër në shkallë atje për po për djaloshi me kaposh, me këndez, si thoshim Korç. Edhe realisht janë ca gjëra që ndodhin në televizion, por çon si ka. Mos na flasim për këtë ndeshjen. Okej, foto tjetër. Shiko, ja, së pëlqyen shumë të foto, po sipas që do të jap. A pra tani mos na bëj foto tjetër. E njëjta me Mondlaçi. Ora ku është Mondlaçi? Legjenda Mondlaçi, ë? Legjenda, ku është Mondlaçi? Mondlaçi jeton në Pekin. Në Pekin? Po. Se kam takuar para vajza e tij, një nga vajzat e tij punon në ambasadë atje. Mondi është angazhuar për ca projekte në Kinë, është një nga personazhet e mediatike që ka përshu historinë e medias shqiptare ndër vite, kështu që krijoi atë që një nga gazetarët më të mirë. Krijoi atë që konsiderohet si gazetaria e kronikës zezë, që nuk ekziston në Shqipëri, e krijoi Edmondi, po Mondi ka qenë fillim gazetar sporti, dhe ngeli gjithë jetën gazetar sporti. Po ti e di që Mondi ka intervistën e jetës ata dy që u varën në Libosh gjysore para se t'i varën. Jo, nuk e di këtë. Nuk e di këtë? Unë di që Mondi... Asnjë gazetar nuk ka bërë këtë. Domethënë, gjysmore para se t'i varën ata. Ke parasysh foton e madhe mes të fierit. Domethënë, Mondi ti intervistoi dy ata dhe jo intervistë, po që njëri i tha që mua më fshinte gjërat mamaja, unë vizja, babi nuk ti merrte vesh babi më vriste. Mamaja më fshinte dhe gënjenin babin. Domethënë ai bëri fajtor maman. Jo, domethënë dhe aty ndoi lajm. Mondi kishte edhe një gjë që Mondi ishte i pari që punonte punton shqipshkronj. Po, shkruante në gazetën Sporti dhe u bë gazetar sepse ishte punonte te shqipshkronja. Më ka thënë Carlo Bolino, i vetmi tha që shkruan lajme tha. Po. Ç'është ky tha që shkruan lajme tha. Super talent i gazetarit. E përshëndesim Mondlaçin nëse na shikon atje në Pekin se ka lënë gjumë në gazetarinë shqiptare. Foto tjetër. Tu thash një batutë më të bukur. E para që ky është krenaria e shqiptarëve kudo që të jenë tani Real Madrid dhe Milan janë dy top klubet e botës. Tani njëri nga këto dyja është iglitarë, shqiptarët kanë qenë pjesën më e madhe e tifozëve me Milanin, për shkak të periudhës që Milani pati suksese të mëdha, po edhe për shkak të ngjyrave kuqezi që na kanë tërhequr çik më shumë. Tani kishte një batutë bukur për këtë që Milani ka drejtorin i shqiptar, kurse Shqipëria ka drejtorin teknik italian. Edhe ka emrin Tedesco. Edhe morëm që do na bënte një kështu revolucion, edhe gjithsesi në 3 ndeshje 17 vjeçarët në vizionin e këtij që kemi marrë drejtori, këto italianëve që kena marrë. Në 3 ndeshje nuk
ka buar asnjë që të kalonin 5-0. Në të tre ndeshjet, pra nuk u bën asnjë si Interi, të tre ndeshjet nga 4-0 u mundën. Su mundën asnjëherë 5-0. Po që janë sforcuar dhe pash ndeshje dhe nuk u ndjeva fare mirë. Chelsea ka. Tani do të them që Igli Jo, e di pse thash këtë, sepse ata fëmijët, ata 17 vjeçarët kanë folur kundër trajnerit, besoj di këtë lajm. Nuk kanë folur, kanë treguar të vërtetën. Chelsea ka. Kanë treguar të vërtetën. Po, ajo që du të them është që Igli është realisht krenaria e gjithë shqiptarëve. Unë sigurisht edhe unë e maj mend që të vogël, baballarët ta kanë qenë në klasë në shkollë, janë rritë bashkë. Isaj me Mikadon kanë qenë në klasë. Po. Edhe janë shumë tjetër, madje bën edhe një grup nga këto oficerët e vjetër dhe pritet, po një drek, kështu që festuan bërjen e Iglit drejtor të Milanit. Prit. Do të them, babai i Iglit dhe babai yt edhe të shokët e tjerë kanë bërë një festë që Igli është bërë drejtori i Milanit. Po sigurisht. O sa e bukur kjo, sa e bukur. Po është shumë private, kështu që nuk ta tregoj dot çka kanë. Po ajo që do të them është që Igli do ta ngrijë, do ta kthejë edhe një Milan të madh siç ka qenë. Je i sigurt për këtë? Jam 1000% i sigurt, sepse Igli ka krijoi një bagazh shumë të madh në eksperiencë në këtë fushë në periudhën që ishte Lazio. Igli pa një buxhet madh, pa buxhet madh, me klub me borxhe, me klub me presione të jashtëzakonshme të tifozërisë. Igli pjesën më të madhe ka qenë i shoqëruar nga policia, se tifozët nuk ishin dakord me presidentin e tyre se si jepte bileta, probleme idiote italiane, dhe arriti që futbollist gati anonim ti bënte yje, trajner gati anonim ti bënte yje. Të Inzaghin që shikoni këtu ju, të Interin, e ka bërë Igli. Edhe që ka 23 milion, e shpo vetëm sigurisht, që ka 23 milion euro rrogun tani, që do ta marrë ky ekipi arab. Inzaghi shkoi 2 herë në Champions League, që fitoi kampionatin italian. Igli ishte e mori nga ekipi e futi në trajnerët e ekipi Shpresa i Lazios, pastaj nga ekipi Shpresa i Lazios e bëri trajner të Lazios. Kur gjithë ishin kundra, e mbajti edhe një sezon prapë trajner i Lazios dhe u bë trajner i mod që është sot. Ndërkohë trajneri tjetër është Pioli. Pioli edhe gjithashtu Igli nuk se e mori ke Real Madridit. Po Pioli shkoi bëri trajner dhe nxori Milanin kampion. Ajo që duhet të them është Igli ka ardhur Milano me sukses edhe më përpara. Pa ardhur vetë ka ardhur sukses i tij. Pse? Se ka se 2 trofet e fundit që janë fituar Milano, janë fituar nga 2 trajnerë që i zgjodhi Igli. Që do thotë që i zgjodhi, por nuk i zgjodhi të suksesshëm. Tani kjo rroga 800.000 euro, kjo nuk është rroga 800.000 euro, është shumë, po çfarë ka Jo, se po jam tani kolegu jona tha këtu. Vajta ti e tha, po me një rrogë tha 800.000 euro tha. Ama këta budalliqi tani. Tami kona e tha këtë. Amon të lutem mos ashtu. Lejetën, amon. Ne jemi ata njerëz, ne të dy. Jemi ata njerëz, apo ky popull jonë jemi ata njerëz që Bollaki arrit me gjeti bilet me pa Milanin, do ta vëjmë kornizë siç ishte kjo bileta që ke ti. Sigurisht. Tani ti je drejtori burr, është drejtori i AC Milan. Është super top klub në botë, super top klub në botë. Tani, tifoz me Milanin, tifoz me Partizanin dhe sigurisht me Kontaren. Tani kjo e ka ndjekur kjo uniforma e kuqezisë. Të shpjegoj. Igli nuk ka qenë tifoz me Partizanin si fillim. Igli ka qenë futbollist i Partizanit. Po, futbollist. Tifoz ka qenë me Flamurtarin, që ti jemi kështu sakt fare. Ta Igli është rrit te shtëpia e gjysës vet në Vlorë. Që besoj e di që maman e ka nga Vlora. Nga Vlora. Po. Më kam qenë në klasë me Urontarën. Po, okay. Shoku i parë në shkollën e mesme, kam pasur Urontarën. Dhe vazhdojmë misin akoma. Po, unë ndam pasaj sa ashtu vinin ndajshin klasat, po ajo që do të them është që Igli ka qenë tifoz me Milan që fëmijë, se normal që po të ishe vlonjat, do ishe se s'bën tifoz me Milan. E kishe inkludit, po edhe fanella më burr, ti shifre fanella jote, fanella Milanit janë një lloj. Normal që do ishim ata. Bëhesh gati instinktivisht. Në periudhën që filloi me pa Igli futboll, në atë periudhë ishte periudha që Milani me Rudgurit dhe me Van Basten ishin yjet e botës së burr, dominonin botën. Filloi cikli i jashtëzakonshëm i Milanit. Po, ajo që du më të thonë është Shqipëria ka fanellën kuqezi. Igli nuk ja falte vetes që humbi okazionin dhe kishte frikën që nuk do të rivinte më ky okazion. Sepse Maldini e mori, dy net Igli nuk flinte gjumë, që ti thoshte po, vetëm për korrektesën e Lacios që ndonjë përsit e Lacios. Po Igli do të kishte ikur, se Maldini që po përtasin Maldini e kërkoi Iglin që të vinte te Interi, te Milani. Maldini e këmbguri shumë që të vinte Igli te Milani. Pastaj Igli gjatë kësaj periudhës reflektive se ishte era parë në jetë që filloi të unet me shoqëninë, me të shtëpisë, vinte, takoheshin. Bënte një jetë normale. Mori frymë çik një 2 vjet. Ishte vetëm për periudhë ka refuzuar super top klubet e Evropës, gjysmën e klubeve të Gjermanisë ka refuzuar, gjysmën e klubeve të Italisë i ka refuzuar. Me elegancë sigurisht, sepse ka qenë i bindur dhe ka bërë shumë mirë që do t'i vite kjo që erdhi dhe realisht ne do të jemi të gjithë krenar që një shqiptar është drejtori i Milanit, sepse realisht mbi të gjitha mos harroni
që të jesh drejtor në një klub të nivelit lartë bën vetëm nder Shqipërisë edhe rrit vlerën e çdo futbollisti shqiptar kudo që është. Më dhe mos habisni që shpejt në skuadër do jetë ndonjë futbollist shqiptar. Se këto po sigurisht që do ketë. Kë parashikon ti se ti nuk e di. Unë besoj që Milani do ketë futbollist shqiptar, mos ta shfrenoj fantazinë, po ndoshta Zhegrova. Besoj që mund të. Por noi këta kombëtarë sonore. Po Zhegrova, pse kujtosh që Zhegrova? Po shi kombëtarës Kosovës. Profesorë tonë është e burrë. Po çfarë thonë se Zhegrova sigurisht është dhe Joni, më pse çai kujt të dyja tonët janë më pse çfarë? Po se thashëm këto që ai është shqiptar, unë thash që është i përfaqësues të Kosovës. Po jo më çfarë i përfaqësues të shqiptarëve, o burr. Si u përgjigjesh atyre se ti ke bërë ti ke bërë shumë gjëra në jetë që mua më kanë pëlqyer dhe ti e di këtë, po atë që ti u ke kthyer përgjigje atyre për kombin kosovar është një nga gjërat që ti meriton një dekorat vetëm për ato 3 fjaliket. 3 fjali. Çdo kush shqiptar do ta thoshte. Që është pak e qartë dhe i qetë. Po tani, ta budalliqet janë mbetit nga periudha e Jugosllavisë, shumë njerëz janë nostalgjik. Nostalgji mund të jesh për gjëra që mund të kesh kaluar me shqiptar, po jo me serbët. Po Shqipëria ka një nostalgjik për Enver Hoxhën, ku ndryshon, aty është. Po të paktën ai ishte këtu shqiptar, po jo për serbët, ai thotë jemi kom kosovar. Po budalliqe. Kjo është teza më e ndyrë. Po budalliqe. Janë budalliqe, janë ca budalliqe. Fal Zotit janë moshë e madhe, edhe po fillojnë kanë si fillim po themi kanë rrjedhur, pastaj do të themi që u ndan nga ne, kështu që nuk janë niveli ulët shumë. Janë njerëz cilët nuk e thon dot atë gjën, duhet bën interesant vetëm duke thënë atë gjën. Se nuk kanë asnjë argument asnjë gjë. Janë aq shumë budalliqe sa me fjalë ai burri që thotë atë fjalin, babai vet, kërkesa e vetme që ka pas kur italianët pushtun gjithë të zonën tu, ishte vetëm një gjë kërkonte që kërkesa vetëm ishte që na sillim mësues së shqip, nga Shqipëria, sot mësues nga Shqipëria. Abdyl Matoshin. Po jo më nuk e njohun babain aty më burr. Po thon baballarët e tyre. Brezi baballar. Po, sepse në atë kohë ka qenë një masivizim dhe janë ca gjëra që kanë data skadence. Edhe Shqipëria kishte flamurin me yll në mes. Edhe ishte gjithë do ishte gjithmonë. Po ja që s'është më. Edhe po tani që po e them të gjën, thotë shumë njerëz mund ta dëgjojnë këtë gjë, jo, ku ka pas Shqipëria flamur me yll. Po ka pas. Po, duhet të them që edhe në Kosovë, po ky burri, ka shumë. Ore ky burri apo disa burra se puna këtij përloteshin kur shifshin dhe flamurin e Jugosllavisë. Po s'është më ai flamuri. Çështja është që ti duhet të kesh një identitet të përjetshëm. Identitetet e përjetshme janë gjëra me rrënjë, nuk janë gjëra që duhet të ketë një rrënjë nga rrjedhë gjë. Dhe nuk është thjesht shija dhe personale. Se të njëjtin flamur që ka ai djali, ai burri, ka edhe ata serbët që janë në Grashanic. Një flamur kanë. Edhe ata ke pasaporta vetë njëjtin flamur, ke targat njëjtin flamur kanë. Po gjëja që na bën ndryshe nga serbët që janë Grashanic, apo ndryshe nga serbët që janë për fshatrat rreth të qark Prishtinës, që jetojnë akoma. Kështu që dhe jetojnë paqe, se po të ishin qenë serbët e tyre do ishin luftë, po se janë shqiptarët që udhëheqin nuk janë luftë ata. Këta njerëzit realisht kanë flamurin e Kosovës, e kanë ata ke pasaporta, po ata tundin flamurin serb, nuk e pranojnë kurrë flamurin e Kosovës. Ashtu siç nuk e pranojnë në Prekaz, ashtu siç nuk e pranojnë në Mitrovic, ashtu siç nuk e pranojnë në Drenic. A ka shumë si Abdyl Matoshin në Kosovë që mendon që ka kom kosovar? Se kam edhe pashë ditë në një program këtu në Prishtinë që fillon të kishin dalë një numër njerëz që ishin akoma spion që merreshin pagesa nga Serbia. Janë ca ekzistojnë ca njeran për fat të pakët në numër, sepse Shqipëria pa pasionin, pa luftën e Kosovës, ai flamuri nuk do të ishte aq i kuq. Fal asaj luftës kosovarëve, ndërshekuj është aq i kuq ai flamuri. Pastaj këta pro vizionarët që thonë budalliqe, janë njerëz me datë skadence, janë njerëz që, si me thonë, historia do t'i tregoj që ishin ca sharlatan, ca njerëz nuk do t'ekzistojnë fare më zotjet e asme i vend. Nuk do ekzistojnë fare, janë ca sharlatan, po them. Vazhdoj të jemi bindur që shumë shpejt do bëhemi shtet, shumë shpejt se nuk është se do bashkohet Kosova. Po pa dyshim më burr, po pa dyshim, na Leverdi së burr bashkohemi. Ne Leverdi, se serbët janë më të zgjuar se ne, thjesht janë më shumë më burr. Ne të bashkohemi, bëhemi një shtet dhe marrim puna. Edhe jemi ekonomikisht më mirë, jemi më të fuqishëm për çdo gjë. Para rendje kësaj, bashkimi kombëtarës? Shpjegoj një gjë, nuk ka fqinj
që kemi rroll, që kënaqet që ne të bashkohemi. Po pse s'kënaqet po të bashkohemi? Se bëjmë më të fortë kur. Sigurisht. Pse? Pararencia e këtij bashkimi të shtetit të Kosovës me shtetin e Shqipërisë, mund të jetë bashkimi i dy kombëtarëve në një? Jo. Se shtetet i kanë, çdo shtet ka kombëtarin e vet. Kjo gjë nuk mund ndodhë. Pastaj këta koznikun të qifen, ky burri që bërtiste para ca vjetësh ky Albin Kurti, sikur ka filluar ta uli zë. Pse ka ulur, ai është fundosur fare thoj. Jo, ore tani para shumë vitesh kam pas respekt për këtë kur dëgjoja që thonin se gjithmonë vetë vendosen se duhet të bashkohemi, po. Shumë e vërtetë. Po, ky ishte gjë. Jo, kishim projekt në plan në gjithë programin e partisë. Mezi pres të dëgjoj të parën parti shqiptare, kudo që të jetë, në Prishtinë apo në Tiranë, që thotë kërkoj zyrtarisht hapjen e një kërkesës të popullit, që të themi, ta pyesim popullin vëlla, të pyesim popullin. A doni ju të bashkohemi? Po u bë kjo gjë, çfarë do ndodhi? Ja ta them unë çfarë do ndodhi, se po ti po Po votoi populli që do të bashkohemi, çfarë do ndodhi? Do të bashkohemi. Po, se dhe Malizi bën e shpallën në Malizi, than, pyesim popullin çfarë mendon. Ikim në thonë. Populli tha s'duam, mbaroj, po nuk tha se populli 99%. Më pak tha. Kam pyetur në intervistë Joseph Dioguartin, kongresmenin amerikan me origjinë arbëreshe, a mund bashkohet Kosova me Shqipërinë? Ore tha, keni ndonjë parti ju tha që kam program tha që bashkohet? Jo, i thash, po rrini tha. Duhet dali partia or djalë më tha mua, një parti të ketë program, ajo të fitoj pushtetin, ta bëj referendum. Po nuk ka nevojë për program më burr. Dil një ditë, bëj referendum. Siç shifja këtu në rrugë që Lapaj merrte firma çunat e gocat e Adriatikut, megjithëse kam nga fshati im nga Vranishti. Adriatikut kam dhe komshi, familjen e vet. Ato dolën dhe kërkonin që të votonin diaspora. Bamën? Po. Okay. Aksion politik nga më interesant. Ai ishte aksion personal. Kjo është me bë realisht një referendum publik. Referendum, shpallet referendumi. Do Shqipëria apo Kosova dhe Kosova të bashkohemi në dy shtetet referendum. Po, me një ditë votohet dhe i thotë dynjas. Ore, bota thotë çfarë thotë populli i burr. Ore, duan këta politikanët? Besoj që e duan. Ti the federata duhet të jemi vetëm unë. Se cili do ka politikanët si në Kosovë, si në Shqipëri që mendon pak për të mirën e një vendit vet, duhet realisht të shpallë referendum dhe ta përkrajë bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Po e them, përveç faktit që jemi pas një më të vogël ndryshim, një komb, një gjuhë, një flamur, por edhe na e leverdis ekonomikisht, që ne të bashkohemi. Nga ana ekonomike, Shqipëria nuk do ekzistonte pa ardhin e parave nga Kosova. Nuk do ekzistonte e burr. Turizmi shqiptar që bërtisin gjithë, pa Kosovën, Shqipëria do ishte siç ka qenë 92, 93, 95, 96, 99, 2000 kur s'vishin, kur nuk vinte njëri. Okej? Pa ata nuk do ishim. Sigurisht ata s'do ishin pa ne, se edhe ajo lufta dhe nuk do fitohej pa ne. Po në fund fare, ç't si kam pasaportën e Kosovës? Në shtetësinë kosovare ke? Jo. Do ta kërkosh? Jo. Se ti po pret bashkimin. Se duhet të kem në shtetësi Kosovës. Ti po pret bashkimin. Unë e di që do bëhet bashkimi. Jam i bindur që do bëhet bashkimi. Kur? Bëjmë parashikim. Unë besoj që paktën për 3-4 vjet do të bëhet bashkimi. Fakti që kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, që të parën telefonat që bën mbasi ka fituar zgjedhjet, është me Hashim Thaçin. Do të thotë që është një nga shenjat më të dukshme që diçka po lëviz. Diçka po lëviz dhe kjo gjë diçka duhet që të dali publikisht tani. Dhe cili do që ta marrë të flamurin e referendumit, do mbahet mend. Kështu që kush është politikan, do ja sugjeroja shumë modestisht që ta bënte. Ta bënte referendumin në 2 shtetet. Të bëj ai iniciatori i referendumit. Po pse më kush e ndalon referendumin? Çfarë ligji na ndalon referendumin? Asnjë ligj. Po kush e ndalon? Po kush e ndalon që të mos ketë kontroll pasaportën kufi? Kush e ndalon? Kush është ky që tha? Që këtu do kush është ky që na tha? Kush? Se tani pati zot që edhe amerikanët kanë filluar me menu për vetë vet. Mos na hapin mend për të gjithëve, se kanë po heqin dorë gradualisht nga ajo që gjithë botës tonë ti do shkosh atje ti do ulesh tu ti do bësh që bënë gjithë dasmën e gjithë botës. Tani vendosin që bëjnë vetëm dasmën e fshatit vet. Edhe merrem me Amerikën, me sa shoh. Kështu që edhe dynja do merret me veten e vet, s'ka pse të merret me ne. A do ketë serb në stadium ditën e shumë? Po, do ketë. Sa? Se di. Se di. Jo flas vetëm delegacione apo tifoz? Serbët nga delegacione, jo, delegacione pak. Jo, nuk do ketë tifoz. Tifoz nuk ka as ne atje. E më shpikën një gënjeshtër që zgjat Serbia është dënuar për ta tifoz. Po edhe kur lueti Shqipëria në. Kjo gënjeshtër? Po sigurisht. Çan do të shpjegoj një gjë. Të janë gjitha gënjeshtrat e shpifura për të shpëtuar atë turpin e evropianëve të 21 vjeçarëve. Gjithë ato është përpjekje, se qëllimi ky është kryesori. Po pse është turpi Po turpi është burnes, po bëjmë dot i neshëm me serbët, 1500 policë.
Një ndeshje s'po bëjmë dot me serbët. Të bëjmë një Evropian bashkë. Po pse o burr ta bëjmë? Pse për çana duhet? Pse nuk do ta marrim ne atë? Po ta marrim ne, po jo serbët. E marrin serbët dhe ta marrin neve, si padaric. Do ti je kundër asaj bashkëpunim. Po ishte si një kusht. I kujt? Pak të kështu shpjegoi Federata zyrtarisht. Që ju do e fitoni këtë vetëm nëse do bashkoheni. Po nuk e fituam ne, fituan serbët. Serbët e fituan atë dhe ju desh një shteti dytë dhe na morën ne. Se s'pranoi Maqedonia, s'pranoi Malizi, s'pranoi Slovenia. Bëm gabim? Besoj që po. Pse? Po pse do të jemi ne pataricë serbë? Se po ta them edhe një herë, nuk po bëjmë dot një ndeshje o njeri. Max, s'po bëjmë dot një ndeshje. Edhe atje në Serbi, s'po din ku ta mçevin ndeshjen. Duan me çu Novi Pazar, nuk din ku ta çojnë. Pra do thotë që nuk bëjnë dot evente sportive serbët. Serbët, ti thu që u shpi kjo gënjeshtra që serbët i ka dhënë UEFA s'vin dot. Po pse kur ishin në Elbasan erdhën? Jo. Pse? Serbët as nuk shkojnë tek tifozërit kundërshtar, as nuk pranojnë të vinë tifozë. E diti që Federata Serbe nuk pranon të vinë tifozërit. Po shqiptar do shkojnë dot në Serbi? Jo. Po pse? Ndalohet. Po kush e ndalon? Federata jon. Po pse? Nga UEFA. Po pse? Kaq deri Po pse? Jo deri këtu ka. Po është gënjeshtër, di pse? Sepse ata nuk i pranojnë dot, nuk bëjnë dot një ndeshje me tifozë o burr. Federata angleze vetëm për vetëm një shtet thot, mos kujdes ku shkon edhe. Vetëm Serbi. Ju rekomandojmë mos u toni në ndeshjen e kur luaj përfaqësuesi anglezë në Serbi. Rekomandon Federata. Pse? Se s'din me prit njerëz o burr, ama këtë probleme kanë pas gjithë jetën se kanë po kroatët shkojnë këta? Pyetje. Po Bosnjë shkojnë? Jo. Po pse s'shkojnë? Po Maqedoni pse s'shkojnë? Po Malzi pse s'shkojnë? Po se janë për këtë punë o burr. Edhe ne gjatë do bëjmë do t'i bëjmë makjazh Serbisë që nuk është ajo që mendoni ju, se ja, vetë shqiptarët po thonë që s'është ajo që mendoni ju. Kështu që është kot kjo punë tani me fol të punë. Po varja. Do doja një ndërprerje publicitare në këto momente, sepse unë nuk asnjë s'doja të ndërprisja dhe e mendova që ta vendosim tani edhe pse jemi në fundi. Publicitet kthehemi sërish për ta mbyllur intervistën. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit Akinvest, Manigrama Kinvest për mbështetjen që bën emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Jemi në fund zoti Shaka Hoxha. Kam një pyetje, a duhet këndohet ajo kënga mora fjalë? Sigurisht po çfarë do. Ata e kanë ndaluar. Kush? Federata. Po jo, burrë se s'ka ndaluar, po ora njerëz a mono burrë. Ora po si mund ta. Ose më saktë u ndrrua. Ora si mund ta ndalojmë? Kolona zanore, si mund ta ndalojmë? Si ta ndalojmë? Me çfarë ndalojnë? Ha si çfarë të bëjnë? Po nuk këndohet më. Ku më jo si më këndohet çdo ndeshje këndohet. S'është e vërtetë. Në çdo ndeshje këndohet. Po pse duhet tifozët, çaj di tifozët ti? Tenorat e operës që do të filloj muzika, pas e po filloj piano. Tifozët këndojnë vetë apo? Ti ke thënë që të këndojnë vetë, në momentin që futen. Në momentin që skuadrat dalin në fushë. Po. Ky është momenti ku stadiumi filloi këngën, nuk ka nevojë fare burr me atë. Po pse më vërtet mendonte që njerëzit do vinë në stadium dhe do këndojnë këngën në Adem Jasharit, seriozisht e ke? Po s'ka shanse burr. S'ka shans. Qoftë edhe një vetëm po tjetër do ta këndoj. As diskutohet fare. Kështu që këtë nuk është se ndalon dot as Federata, as UEFA, as FIFA, se as ne s'kemi mend me humor se çka këndojnë ata burrat. Ne kemi këngët me festë dhe me gjëra pozitive, ne kemi këngët të bukura. Ne të shkojmë në Serbi për të luajtur kur nga fillimi deri në fund ndeshjes, ata burrat këndojnë vritjes shqiptarët. Vritjes shqiptarët. Tani neve ndërkohë organizatorët me vetë drejtues të futbollit ton që lindur e jetuar prej vitesh në Luksemburg,
luksemburgez, brezi 16 i aristokratëve, dhe do vinë, duhet të krijojnë një klimë sa më të bukur për serbët, që mirë se erdhët, ju lutem qetësi se mos na mërziten, se mos ju ngel atri, ju lutem se mos ofendojnë në një, mos aspirojnë ndonjëri në një gjë për motrat e tyre, mos çajnë në njërin e tjetër. Ne s'kena drejt me shet nga motra, ata kanë drejt me na thonë vriti. Tani në fund fare po e shatëm nga motra, në fund fare, po qëse, është hipotetike, po qëse nëse ndodh, kënoqen të dyja parët besoj apo jo. Me të vramen një parë nuk kënaqet. Ne kemi ardhur në fund të kësaj bisede, shumë e këndshme, Shako, unë me të vërtet po e shijoj dhe kam shijuar, por ti the rezultati parashikimi yt, 1-0 për Shqipërinë, gol Mirlind Daku. Në atë moment kur shnohet gol, po ti ishe komentator, qa ulërime do bëhe? Atë, të shpjegoj një gjë. Diferenca mes komentatorit mirë dhe komentatorit normal është që një komentator i mirë thot një numër të madh fjalësh, të cilat i dalin instinktivisht nga ajo që ka parë. Një komentator tjetër i futit bërtit dhe është tifoz. Nuk ka gol. Çështja është se numri kjo bën diferencën edhe në gazetari, edhe në një shkrim të shkruar apo jo. Bën diferencën fakti që ti sa fjalë përdor. Në një shkrim, qoftë edhe 30 radhë, sa fjalë ke përdor. Nëse ke përdor 60 fjalë, je gazetar jo i mirë. Po ke përdor 200 fjalë, do thotë që je gazetar shumë i mirë, se ke gjetur vendin shumë fjalëve. Kjo është gjë që bën diferencën, kështu që shqipesh është një gjuhë shumë e bukur dhe ka shumë fjalë për të përdorur. Edhe të pëlqen gjuha shqipe, se si e ke përdorur? Të pëlqen? Po, më pëlqen, po. Po shumë e bukur, shumë. Mu më ka thënë një herë një ti ke mbaruar Institutin e Historisë? Jo, Institutin e lartë të Fiskulturës. Institutin e Fiskulturës. Po. Dhe ke qenë student i lëvizjes vjetorit, ke qenë në takim me Ramizalin dhe je shumë modest atë, nuk e tregon atë fare. Çfarë të tregojmë atë, se është i flamur për po të them një gjë. Unë mendoj që njerëzit i ka çuar fati, i çon të jenë në vendin e duhur në momentin e duhur. Kjo s'do të thotë që është merit e jotja. Sigurisht mund ta kesh menaxhuar më mirë se dikush tjetër, por duhet të ish me fati si fillim. Profesorët e tu te Instituti i Fiskulturës më kanë thënë që ti ke qenë shumë aktiv, domethënë ishe. Po, ishim aktiv, po ishte koha, më duhet të aktivizohesh, ishte koha. Ishte koha, po për tjerë pse si ishte koha? Po mirë, tani normal që do dhe ke qenë habitshëm shumë modest për atë që ke bërë, më thanë. Profesorët e tu më kanë thënë. Po, tani çfarë bëjmë? Okej, nuk është se kam qejf shumë me humbur, pavarësisht se jam vronjat. Po si bërin pyetje Ramizelis atje? Po i kam bërë pyetje, po tani si ja vlen me me këto momente. Ke bërë pyetje, po jo, te ajo s'ka si varet, se nuk aty ndodhin ca gjëra që Okej, fjala jote në vesh të Perëndis Dritan Shako Hoxha, 1-0 ditën e shtunë, nëse fiton dhe del ky rezultat, ti ke marrë shumë medalje të pashpallura, po duhet marrësh edhe medaljen e parashikuesit. Po ta marrë Daku medaljen e çunat e burrit, ç'e medalje. Po jo, parashikimi sakt është një gjë, se është guxima, se dëshira kemi gjithë të fitoj, po parashikosh edhe publikisht nuk është pak. Do të shpis Daku do doja pastaj që të marrin gjithë nga i ca hapje, ca ilaçe, kështu se do i bitet. Po kujti çfarë do t'i ndodhte kështu nga ana emocionale. Pastaj shqiponja të shumë? Po. Shqiponja është tek sema e Serbisë, nuk e di e ke. E kanë ata, se kanë si shqiponja ata. Okej, po puna se thotë ndonjëri, ka thënë FIFA s'lejohet shqiponja. Kush, ku e tha FIFA do të lejohet shqiponja, po pse? S'ka vendim të FIFA-s. Po ta dalli gjë bukur. Po domethënë nuk ka vendim që ndalohet të bësh shqiponjë. Njerëzit që drejtojnë futbollin, si Shqipëri, si Kosovë, e di çka kanë shpinë në Kosovë. Është më e shpifur akoma. Ka thënë FIFA s'lejohet me qenë as i flamuri Shqipërisë stadium. Po pse? Po i norvegjisht. Budalli, kështu thot Federata në Kosovë. Po, ata madje më thonë që nuk marrin futbollistat shqiptar të Shqipërisë me kombëtarën e Kosovës. Është vërtet kjo? Po si marrin, si ka dalë okazione, po dalin do ta marrin. Po më ndalojnë, më thonë. Pse? Kështu thonë. Kush e ndalon? Federata e Kosovës. Më bile është një trajner atje, Padadina, nuk e di a e shqiptoj mirë këtë, që është kundër. Ai se thot ai. Po. Është të gjë pastaj, shihet e tuaja. Po s'ndalon njëri. E kuptova. Shako Hoxha, unë të falenderoj shumë, të jam mirënjohës dhe gati e quaj privilegj këtë intervistë, nuk e përdor shpesh këtë fjalë, ta dish. Ose shfernon fantazinë. Jo, më pëlqeu shumë dhe ti ke një gjë që mund të kesh edhe mendime të kundërta, po ti je vetvetja dhe kjo më pëlqen më shumë. Falenderoj shumë. Edhe unë, gjithashtu. Të nderuar teleshikues, do të qenë një intervistë me analistin e njohur, komentatorin sportiv Dritan Shako Hoxha nga Lënë Qafoku, mirupafshim.